Një vendim i fundit i Këshillit të Komunës së Çajirit lidhur për huamarrje afatgjat prej 120 milion denarësh me afatkthimi për 10 vjet ku me qëllim shlyerjen e borxheve ekzistuese ka nxitur reagimin e Bashkimit Demokratik për Integrim. Partia thot se kjo nuk është kredi për zhvillim për projekte, por se kjo është kredi për të mbuluar dështimet e qeverisjes. Imrane Veliu Aliu nga BDI ka theksuar se ky vendim nuk është vetëm i papërgjegjshëm, por edhe i padrejtë. Kushtoi se po merret një kredi 10 vjeçare që do të paguhet nga qytetarët që nuk kanë përfituar asgjë nga këto shpenzime. Kjo është zhvendosje e barës nga politika tek qytetari, nga sot tek e ardhmja, tha Aliu. Mungesa e transparencës është alarmuese, nuk ka listë të detyrimeve që do të shlyhen, nuk ka analizë se si janë krijuar borxhet dhe nuk ka përgjegjësi për ata të cilët i kanë krijuar. Vetëm një fakt mbetet, 120 milion denar borxh pa përgjigje për arsye. Ne nuk jemi kundër huamarrjes si instrument, jemi kundër keqpërdorimit të saj për të mbuluar abuzimet. Aliu tha se Çajiri nuk mund të trajtohet si një ark zgjedhore që zbrazet gjatë fushatës dhe të mbushet me kredi pas saj. Ajo njoftoi se kërkojnë publikimin e plotë të çdo detyrimi që do të shlyhet me kredin. Gjithashtu, kërkohet një auditim i pavarur për shpenzimet e periudhës para zgjedhjeve dhe kërkimi i përgjegjësisë për çdo keqpërdorim të mjeteve publike.